King Faisal Mosque, xhamia e mbretit Faisal, o monumenti më i rëndësishëm i Pakistanit, xhamia më e madhe zyrtare e Pakistanit dhe njëkohësisht një prej monumenteve më të rëndësishëm të arkitekturës islame në botë. Ka mbaruar në vitin 1980 dhe momenti që mbaroi ishte xhamia më e madhe e globit. Sot është e 6-ta në botë me ndryshimet e reja që janë bërë, është përzgjedhur një arkitekt turk me një konkurs ndërkombëtar në momentin e ndërtimit të saj. Ka kërkuar rreth 10 vjet punime, është e gjitha me mermer të bardhë, ka një sipërfaqe të brendshme prej 54.000 metra shkatror, thash mban 100.000 vet brenda dhe 300.000 vet falen çdo ditë në këtë xhami. Minaret janë 93 metra të larta, kjo është pjesa parahyrëse, shifini minaret. Xhamia nuk ka formën tipike të një xhamie klasike me kupol, po atë të një çadre arabe nomade për nder të mbretit Faisal të Arabisë Saudite, konsiderohet një vend i rëndësishëm i ribesimit islam, po njëkohësisht një nga veprat e arkitekturës islame moderne më të bukura. Sa herë shoh këtë xhami e kam thënë, më vjen çudi se si shkuam ndërtuam xhamin e Tiranës në formën klasike, mund të kishim ndërtuar një kryevepër arkitektonike. Pjesa e brendshme është e gjitha me mermer të bardhë, ndërsa pjesa e minareve është me mermer të buçarduar, siç e quajmë ne, pra jo të lustruar. Është sot një prej vendeve më të vizituara në të gjithë Pakistanin. Unë po hyj brenda tani ta shoh pak dhe nga brenda se duhet të jetë shumë interesante. Ndiqni. Pjesa e hyrjes së xhamisë, një nga hyrjet në momentin që holli është i hapur, është xhuma, po jo ora lutjes. Shifeni dhe pjesën rreth e rrotull. Është e mbushur me njerëz. Shohim tani, xhamia ka mbaruar vitin 1980, sikur se thash, edhe është e gjitha me mermer të bardhë. Është xhami atipike. Tani është pjesa që duhet lëmë këpucët edhe të hynë hallin kryesor. Këtej është hyrja e meshkujve. No? Not yours, okay. Ky është halli i madh i xhamisë. Pamja është spektakolare. Xhamia, sikur se thash, nuk ka formën e një xhamie klasike, po është në formën e një çadre beduine. Xhamia konsiderohet e 6-ta më e madhe në botë, po në vitin 1980, kur mbarua, ishte xhamia më e madhe e globit. Filloi falja. Shifeni çfarë shandani ka. Është momenti i faljes. Është momenti i faljes, është e premte. Xhamia u fitua si projekt nga një arkitekt turk, sikur se thash, në një konkurs ndërkombëtar dhe u pagua gjitha nga mbreti Faisal i Arabisë Saudite në formë respekti për popullin e Pakistanit. Është një nga mrekullitë pra një nga veprat më të rëndësishme të arkitekturës islame. Është momenti i faljes, po qëndroj dhe unë tani që mos bëj zhurmë për faljen.
Xhamia mban 100.000 veta në ditët e faljeve, por rreth 300.000 veta në ditë falen çdo ditë. Ende sot është më e madhja në Pakistan, edhe më e madhe se sa xhamia e Lahorës. Një minutë duhet riqetësi sepse është momenti i tillë. Janë duke ardhur njerëz të tjerë. Xhamia e Kaminaret 93 metra të larta, holli është 55.000 metra katror, i gjithi i veshur me qilim persian. Është dhe pjesa e librave të shenjtë të vendosura në këtë zonë, po eci drejt tyre për t'i treguar. Është pjesë e librave të shenjtë që janë pjesë e xhamisë. Një pjesë e tyre janë më shumë se 300 vjeçar, më thanë. Është riti i faljes së akshamit. Ora është gati 5. Edhe librat, i gjithë i bërë me dorë, ky libër. Pjesa e ekspozimit librave dhe pjesa ku mund të rrinë gratë dhe kurante vegjël dhe ne në Shqipëri kemi pasur. Pjesa ku mund të rrinë gratë është pjesa sipër, pjesa e lartë. Ndërkohë që xhamia ka edhe një qendër kulturore, ka edhe një bibliotekë të jashtëzakonshme, një sallë konferencesh. Është ndërtuar komplet me artin modern. Kur shoh këtë, më kujtohet xhamia jonë namazgjasin më kishim bërë moderne, dhe nuk e bërmë ashtu siç duhej. Njerëzit vazhdojnë të falen. Shisa e bukur është. Shifni shandanin rrumullak që i vjen rrotull të gjithë xhamisë. Është moment falje dhe nuk mund të vi shumë rrotull për të respektuar besimtarët që po falen. Po kjo thash është një nga gjërat më të bukura që Pakistani ka. Është ndërtuar, ka mbaruar në vitin 1980, pas 10 vjetësh punë. Mbreti Faisal e dhuroi, në atë kohë ishte një nga veprat më të shtrenjta. Xhamia më e madhe e botës, sot është e 6-ta në botë, për arsye se janë ndërtuar një sër xhamish tjera në përmasa më të mëdha. Xhamia ka kondicionim të jashtë, të vendosur anash, pra jo sipër. Thash është e gjitha në formën e një pende. Shife holli për 54.000 metra shkatror i xhamisë. Është spektakolare. Ndërkohë ka nisur shiu jashtë. Kjo pra është xhamia më e madhe e Pakistanit, xhamia zyrtare e Pakistanit dhe xhamia e mbretit Faisal, dhuratë e Arabisë Saudite për Pakistanin dhe një nga kryeveprat e arkitekturës islame në Islamabad të Pakistanit.